Kryeministri Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, ka marrë ftesën dhe besoj se përgjigjja është pozitive për pjesëmarrje në takim. Nënkuptohet që takimi ka të bëjë me konstituimin e kuvendit, për arsye se nuk mundet që zyrja e presidentes të përdoret, siç nuk është përdorur për marrëveshje politike, ato bëhen mes të grupeve politike ose partive politike. Por do diskutohet ky proces këtu që po dështon, me mungesë pjesëmarrje në votim të një numri të konsiderueshëm të deputetëve dhe natyrisht për hapat tutje. Formatin e takimit e ka caktuar presidentja dhe në atë format besoj që ka ftu drejtuesit e partive politike që janë të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës apo koalicionet në grup siç janë listuar pranë Komisionit Qendror Zgjedhor me pjesëmarrje në zgjedhje. Prandaj ai format është i përcaktuar nga zyra e presidentes dhe në atë format merr pjesë edhe kryeministri Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje si përfaqësues i deputetëve dhe natyrisht i listës së përbashkët me cilën kemi garuar.